Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar se BE ka pezulluar të gjitha financimet për Serbinë për shkak të regresit të konstatuar në sistemin gjyqësor dhe orientimit gjeopolitik të vendit. Kos theksoi se Serbia ka qenë kandidate për antarësim në BE për më shumë se një dekadë, por ka shfaqur prapambetje në fusha kyçe, si demokracia, liria e fjalës dhe pavarësia e shtypit. Në këtë pikë ne kemi pezulluar të gjitha pagesat për Serbinë sipas planit të zhvillimit, sepse po shohim përsëri pengesa në sistemin gjyqësor. Derisa kjo të korrigjohet, vendi nuk do të mund të përfitojë mbështetje financiare nga BE-ja. Vendimi vjen në një moment të ndjeshëm për marrëdhëniet mes Brukselit dhe Beogradit, ndërsa brenda institucioneve europiane po zhvillohen diskutime mbi progresin e Serbisë në rrugën drejt integrimit në Union dhe respektimin e standardeve demokratike. Sipas raportimeve të mëhershme, BE-ja po shqyrton edhe mundësinë e bllokimit të rreth 1.5 miliard euro vendim për Serbinë. Mes arsyeve të përmendura janë jo vetëm çështjet e sundimit të ligjit, por edhe marrëdhëniet e vazhdueshme të Beogradit me Rusinë. Ky zhvillim mund të ndikojë ndjeshëm në ekonominë dhe reformat e Serbisë, duke shtuar presionin mbi qeverinë për të përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian.